Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj kritikave të opozitës për një ngadalësim të procesit të integrimit evropian, duke i cilësuar ato të pabazuara. Gjatë një dalje publike, kreu i qeverisë theksoi se negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian janë një fazë intensive diskutimesh me vendet anëtare pas mbledhjes së të gjitha pyetjeve në fund të muajit mars. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare iden se për çfarë flet. Negociatat nuk janë një shëtitje në lëndin, por janë një proces testimi i vazhdueshëm dhe provimesh të vazhdueshme. Dhe ky provim që tani zhvillohet mes nesh dhe vendeve anëtare është një provim kyç, por ama nuk ka absolutisht zero motiv për të folur për bllokim, për pengim. Jemi totalisht sipas agjendës së përcaktuar. Prilli është muaj i diskutimeve intensive, pasi në fund të marsit janë mbledhur të gjitha pyetjet e vendeve anëtare dhe pas diskutimeve do të vijë edhe vendimmarrja. Kryeministri u ndal dhe te çështja e korrupsionit duke kundërshtuar perceptimin se situata është përkeqësuar. Sipas tij, rritja e diskutimit publik mbi korrupsionin lidhet më shumë me perceptime dhe jo domosdoshmërisht me fakte konkrete. Të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korrupsion se ndonjëherë më parë do të thotë flasësh për çart. Natyrisht që sot flitet më shumë për korrupsionin, qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive. Deklaratat si këtij u bën gjatë prezantimit të portalit kombëtar të punësimit dhe aftësive, kur Rama vlerësoi rolin e administratës në avancimin e procesit të integrimit, duke theksuar se puna e institucioneve shqiptare ka fituar besimin e partnerëve evropian. Qindra punonjës të kësaj administrate, të cilët janë angazhuar në këtë proces shumë të ndërlikuar që prek të gjithë sektorët, e kanë përfaqësuar shtetin shqiptar me shumë dinjitet dhe kanë fituar respektin, vlerësimin dhe besimin e palës tjetër. Dhe pala tjetër është një palë që është servitur me dekada për t'ia nxjerrë jetën vendeve që janë ulur në tryezë për t'u bërë anëtarë të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, kreu i qeverisë bëri të ditur edhe hapjen e rreth 5.000 vendeve të reja pune në administratën shtetërore, të dedikuara për të rinjtë e sapo diplomuar dhe profesionistët, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar kapacitetet institucionale në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.